Jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin ton të fundjavës Weekend Lovers në fund të marsit dhe do të flasim sot për një event shumë interesant që ka të bëjë me kulturën hip-hop. Është një festival dedikuar pikërisht kulturës hip-hop, muzikës hip-hop në Shqipëri që nuk vjen për herë të parë, kemi folur dhe herë tjetër për këtë, por këtë vit vjen me një të ftuar shumë special për cilin do të flasim në vazhdim edhe për artistët që do të marrin pjesë. Kultura hip-hop, siç e dim, është një lëvizje e fuqishme artistike shoqërore që ka lindur në vitet 70 në Bronx, në New York. Ajo promovon kreativitetin, rezistencën, vetshprehjen, duke reflektuar realitete sociale, përvoja personale dhe çështje edhe më të thella të drejtësisë apo politikës. Në zemër të Tiranës në 5 prill, siç e tham, pritet të organizohet Shqip Hop Fest, që është në edicionin e 4. Jam në studio me organizatorin e këtij festivali, por në të njëjtën kohë dhe me promotorin e kulturës hip-hop në Shqipëri, Gerard Veizi, të cilin kam kënaqësi të flas sot më gjerë për këtë festival. Gerard, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi gjithmonë për të folur për një prej kulturave më të populluara, më të popularizuara në botë, siç është hip-hop. Më thuaj pak, jemi në edicionin e 4 të Shqip Hop Fest. Si po shkojmë përgatitjet, si ndiheni që po rriteni vit pas viti me këtë festival? Atëherë, fal edhe mbështetjes tuaj, mediave, ne rritemi nga pak çdo vit. Patjetër është krenari dhe kënaqësi që një projekt pasioni merr këtë lloj rrugtimi, kështu që vrulli organizativ dihet më dhe ka komunikime të bashkë, besoj që ta kam dhënë një farë. Dhe jemi shumë mirë. Këtë vit kemi një të ftuar special që është The Game dhe kjo është edhe një, po themi, një upgrade tjetër, një përditësim më i madh i kësaj organizimi. Dhe tashmë si bie për punë ditësh, data 5 po afron shumë. Po jemi shumë afër. Çfarë ka ndryshuar nga edicioni i parë deri tani në gjithë mënyrën e organizimit të artistëve, pjesëmarrësve? Atëherë, formula themeltare mbetet po e njëjtë, pra ky mos jetë një koncert thjesht transaksional, erdhi performoi dikush i famshëm dhe iku, ne po përgatisim shumë elemente të veçanta që dhe The Game të ndihet i mirëpritur dhe i respektuar nga shqiptarët, siç ne kemi dhe si kulturë këtë mikpritjen, pra që tiki me diçka me kokën mbrapa, kur e thoj, nga Shqipëria, dhe patjetër që në këtë performancë të The Game të ketë gjithashtu artistë shqiptar, të cilët kenë mundësi të ndajnë skenën me The Game, pra të jetë një mundësi sinergjie, një mundësi ndërveprimi dhe gjithashtu edhe një mundësi për artistat lokal shqiptar të mësojnë diçka më shumë, pra nga një artist i kalibrit ndërkombëtar siç është The Game. Kjo neve na nderon dhe për faktin se Shqip Hop është vetëm një organizim dedikuar tërësisht hip-hopit në gjithë Ballkanin perëndimor. Pra, kështu që është një augur i mirë edhe për te Shqipërisë, për zhvillimin dhe për këtë kulturë në gjithë rajonin. Tani, vizioni fillestar i krijimit dhe organizimit të një festivali të tillë me në qendër kulturën hip-hop, ka qenë promovimi i kësaj kulture dhe si ka evoluar deri tani? Atëherë, që nga edicioni i parë, ne mendojmë që të paktën artistat e këtij zhanri të rinjt, artistat lokal që kanë spikatur në një formë apo tjetër, ne kemi spikatur dhe i kemi dhënë një mundësi që ato të performojnë, të ndajnë skenë me artista dhe më të njohur shqiptar, dhe mund të themi që disa prej tyre sot kanë vazhduar një rrugtim goxha të mirë dhe po bëjnë lëvizje të mira, pra le të themi mund të jemi ai organizim që i ka hapur një farë mënyre dyert për talentet e reja dhe pra mos paragjikohet se këtu në Shqipëri ka disa problema që mbase do t'i flasim pastaj të mekanizmave infrastrukturës dhe mos demokratizimit, po themi, të mënyrës se si përzihen artistat për të performuar. Kështu që neve po themi jemi antiteza e këtyre problematikave që të përmenda, sado pak, sepse normalisht duhet një fshat për të rritur thuhet një fëmijë, kështu që me aq sa mundësi dhe hapësira kemi patur, mendoj që kemi bërë punë shumë të mirë dhe që ka dhënë fryte në të shtrirën kohë. Okej. Tani si e bën ju për zgjedhjen e artistëve që marrin pjesë në Shqip Hop Fest?
ka ndonjë kriter specifik për artistët si vendas, ashtu edhe ata të famshëm ose? Atëherë, po tash ideja ashtu, pra ne si organizator kemi po themi këtë barën që të përzgjedhim artistë që dim pak të vjen të artistët e njohur, që të dim që edhe fansat dhe audienca ka një farë pëlqyeshmëri ndaj tyre. Pra nuk si nuk si thjesht një artist sepse vetëm për faktin se është i famshëm. Okej. Pra duhet të ketë një farë lidhje dhe njëkohësisht duke marrë parasysh që The Game vjen nga Compton, California, që është njëta lagje që ka rritur artistit Dr. Dre, Ice Cube, së fundmi Kendrick Lamar. Por gjithashtu është edhe një lagje shumë e rrezikshme dhe kultura e rrugës është shumë dominante dhe gjithashtu mendoj që edhe në Shqipëri ne kemi një kulturë rruge, pra që neve kemi pjesë të shoqërisë tonë dhe mendoj që një artist që vjen nga kjo kulturë rruge dhe ka bërë diçka mirë, ka ndryshuar trajektorin e jetës tij për mirë nëpërmjet muzikës dhe artit, mendoj që kjo ndihmon në një farë mënyrë që dhe ai ta lexojë mirë skenën shqiptare dhe njëkohësisht japi një shembull pozitiv që nëpërmjet muzikës apo po themi pasionit apo diçka që ti zgjedh mund ta ndryshosh jetën tënde për mirë. Okej. Po çfarë ndikimi mendon se ka pasur festivali në skenën e hip hop dhe në gjithë kulturën urbane në Shqipëri këto 4 vite? Atëherë është bërë patjetër një platformë edhe një platformë goxha me peshë, me themele tashmë për ta promovuar këtë kulturë dhe artistat e rinj dhe avash praktikisht mendoj që deklarata më e fortë që mund të bëjmë dhe që ta bëjmë me këmbë në tokë, pra pa shumë delulu le të themi, është që tashmë mendoj që Tirana është gati që të presi, domethënë që të jetë në skenën globale të hartës së eventeve kryesisht, por patjetër edhe të hartës globale të hip-hopit. Me thënë të drejtën, është një prej festivaleve që i ka dhënë zë kësaj kulture në Shqipëri, pavarësisht se artist ka pasur absolutisht të kësaj kulture dhe të këtij zhanri. Cilat janë disa nga momentet apo performancat që kanë lënë gjurmë apo shihen më të mirë të këtij festivali përgjatë këtyre 4 viteve? Ka shumë, sepse sidomos mua pëlqejnë më shumë performancat e artistëve të rinj, sepse ato kanë më shumë grind, më shumë zell, sepse nuk kanë performuar kurrë mbas ose kanë bërë 2-3 performanca me audienca të vogla të reduktuara, se normalisht kështu është redukimi i një artisti, s'mund dalësh direkt në një stage shumë të madh dhe kur ka ardhur momenti e kanë qajt po themi performancën dhe hip hop njëshi do veçoja performancën e Doza MC, e cila ka qenë një performancë shumë e bukur pa i hequr asgjë të tjerave, po Doza realisht dhe këtë e flas jo vetëm nga performanca si e përjetova unë, po dhe se si u prit nga publiku dhe feedbacku që ka marrë dhe më mbrapa dhe edhe vetë Doza si artiste ka thënë këtë gjë dhe domethënë e kam parë dhe vetë shumë persona të cilët nuk e njihnin më përpara janë bërë fansat atij mas pra i ka konvertuar në fansa mas e performance. Kështu që ajo mund të them e para tek Hip Hop 2-shi ka qenë performanca e Nar, pra Bimbima dhe Ergenit, ka qenë gjithashtu dhe performanca Ledrit, i cili dhe aso kohë promovoi dhe albumin e tij të ri Një Gotë për ty, e promovoi pra aty tek në Hip Hop, ishte një performancë shumë e bukur. Tek Hip Hop 3 do veçoja Lunin, Lunin dhe Blackin dhe patjetër Rich the Kid, i cili solli një atmosferë shumë të bukur. Rich the Kid vjet ishte një nga 3 artistët më të dëgjuar në Spotify, kënga e tij Carnival me Kanye West, kështu që ishte një nga artistët më on top vjet që erdhi na vizitoi dhe neve në Shqipëri. Dhe këtë vit pritet The Game. The Game. Por jo vetëm. The Game e veçanta The Game-it është po vjen me band muzikore, pra nuk do jetë performancë thjesht live me një DJ nga mbrapa, pra po janë 8 instrumentistë që do të shoqërojnë dhe kjo do japi, unë paktën jam e besoj dhe më pëlqen shumë që performanca me band live është një eksperiencë komplet tjetër, pra nuk është thjesht sikur të dëgjosh këngën në radio apo në makinë, pra është një eksperiencë ndryshe. Dhe normalisht kur e shef një artist live, kjo është një plus, mendoj. Tani Hip Hop Fest 3 e keni organizuar në shtatorin e 2024-s. Tani po vjen data 5 prill, që është edicioni i radhës. Sa kohë ju marrin përgatitjet për një edicion?
Sa impenjim duan, sa vështirësi keni hasur? Impenjimi është gjithmonë maksimal, normalisht që është dhe rritës teksa i afrohemi datës, por për eventin e The Game-it kemi nisur praktikisht që para dhjetorit. Domethënë të hedhim ato gurët e fara dhe para, le të themi. Dhe normalisht teksa vjen afrohet data, rrit edhe intensiteti edhe volumi i punës. A keni ndërmend që ta çoni Shqip Hop Fest edhe përtej Shqipërisë? Po, kemi patur që të Shqip Hop i parë si vizion, po normalisht duhet të piqen këta kushte, sepse pavarësisht se ne jemi një komb që rrethohemi nga vetja, le të themi, domethënë në një farë mënyre, po. Kudo, pra, domethënë, por duhet piqen edhe këta kushte institucionale, sepse vlen thuhet që për skenën artistike kulturore të Shqipërisë dhe për te hip-hopit është shumë e rëndësishme mbështetja financiare nga institucionet shtetërore, pra nga buxheti shtetëror, sepse për shumë arsye nuk e kemi akoma të mirë konsoliduar të mënyrën e organizimit dhe të po themi mënyrën se si e konsumon dhe audienca dhe fuqia blerës të gjithashtu, sepse normalisht gjithë mund duhet më ardh, po për shumë që se ke çmime të larta të biletave, disa njerëz mbase mund të kenë dëshirë, po s'kan mundësi. Dhe ne prandaj gjithmonë çmimet e biletave mundohemi t'i mbajmë gjithmonë sa më ekonomike, sa më të përballueshme, që dhe për këtë festival është e njëjta gjë, pra çmimi i biletës është tërësisht i përballueshëm nga çfarë bilet për gjithë ata që janë aktualisht kushton 1000 lekë. Okej. Patjetër. Ku do të ngrihet skena e Shqip Hop Fest 4? Cilët do të jenë artistët e tjerë përveç The Game që do t'i bashkohen në skenë gjatë festivalit? Sa do të zgjas? Më thuaj pak këto detaje teknike të festivalit. Skena do të ngrihet në sheshin Skënderbej, në sheshin e Mejdanit, kur i thuhet, dhe stage-i do jetë praktikisht me ose audienca do ta shohë stage-in tek midis rrugës Kavajës. Na orientojmë me Skënderbeun. Atë Skënderbeu është në të majt, po themi, dhe skena është midis rrugës të Kavajës dhe rrugës Durrësit, po themi si orientim. Pra shef përballë Pallatin e Kulturës. Eventi fillon në orën hapen dyert, në orën 18 që ka performanca nga DJ, kemi me scratch edhe gjitha elementet e kësaj kulture. Pastaj rreth orës 8 vazhdojnë performancat live, që kemi artistin i cili ka dalë nga shumë talent show të Shqipërisë, Aldo Prendushi, i del shumë i talentuar, dhe pastaj do vijoj me Ronelën, West Side Family dhe me Elaine, i cili është domethënë një nga artistët më të nxehtë të këtyre 2 viteve të fundit, dhe gjithashtu selektiv aktualisht me performancat që bën, dhe kjo lloj performance e egzaltoi goxha, pra domethënë fakti që do ishte edhe me një skenë me The Game-in, kështu që këto janë praktikisht të ftuarit. Që do t'i bashkohen në skenë The Game-it. A ka më bileta në dispozicion, se jemi në javën e fundit? Tani s'du të bëjmë klishe se të gjithë organizatorët kështu thonë, por realisht jemi drejt fundit biletave, kështu që kemi kaluar 80% kapacitetin e biletave, kështu që nxitoni ose bëuni pishman. Si mund të t'ju kontaktojnë për të marrë një bilet për festivalin? Ne kemi edhe vendodhje fizike, edhe shitje të biletave online. Për çdo detaj mund të vinë në faqen e Instagramit shiphopfest.al, dhe aty janë të listuara të gjitha këto, por edhe nëse ka paqartësi mund ta kontaktojnë dhe stafi jon i përgjigjet me një herë çdo problematike dhe kërkesë që mund të kenë dashamirësit që duan ta ndjekin. Tani për gjithë ata që janë duke na ndjekur, besoj e morën të gjithë informacionin që ju duhet nëse dëshirojnë të jenë pjesë e Shqip Hop Fest 4 në Shqipëri. Të bëhen pishman. Tani, a mund ta thuash pak disa prej vlerave që promovon në tërësi kultura hip-hop? Atëherë, një nga mënyrat që duhet që e quaj hip-hopin si kulturë është e vërteta alternative ose e vërteta satelite. Dhe në fjalët e Grandmaster Kez, që është një nga themeltarët e themeluesit e kulturës hip-hop, ai thot shumë bukur që hip-hopi nuk ka shpikur asgjë, por ka rishpikur gjithçka. Pra, dhe hip-hopi si vlera, domethënë vlerat e veta themeltare ka paqe, bashkësi,
paqe, dashuri, bashkësi dhe të bësh qef. Pra, dhe mu kjo ka pëlqyer gjithmonë te kultura hip hop sepse kryesisht përveç se po themi lëvizjes hipi, por kryesisht zhanrat muzikor apo një lëvizje po themi që ka edhe për qëllim informimin dhe influencimin për mirë, janë gjithmonë vetëm pak po themi formale që okay, paqe, dashni dhe asnjëherë nuk e përfshin këtë and having fun, pra dhe të bëj qef, sepse duhet her mas here, pra përveç se këtyre problematikave të mëdha, prap një e kaluar mirë, një qef pas dite të ndihmon dhe me shkarku pak atë tensionin e ditës. Kështu që kjo lloj mënyre e shprehur dhe balance, domethënë është mendoj që e përcakton shumë mirë. Mund të them edhe faktin që ndonjëherë hip-hopi dhe stigmatizohet si kulturë, pra sepse patjetër e vërteta nuk ka vetëm të mira, ka edhe jo të mira dhe ndonjëherë po themi merr më shumë pesh apo dhuna apo vaniteti apo domethënë elemente jo të këndshme, por që janë në pjesë tjetës dhe duket sikur hip-hopi i promovon këto vlera, por për shembull nëse në një këngë hip-hop dikush flet për shembull që okay, unë shtiva, ti ke filmat hollywoodian pafund me dhunë, edhe me armë, edhe me kështu, kështu që nuk e kuptoj domethënë pse ndonjëherë i vetë konotacioni muzikës, ndërkohë që për shembull filmat okay, tolerohet që ti aty ke edhe me imazheri përveç se domethënë me fjalë. Tani, Ger, më thuaj pak, a paragjykohet sot më shumë se sa dikur kjo kulturë në një kohë ku jetojmë mes një kakofonie të jashtëzakonshme, rrjetesh sociale, postimesh të çfarëdo llojshme? Nuk mendoj. Si është ky raport? Nuk mendoj që paragjykohet më si kulturë si më përpara, por ajo që mendoj unë që ka humbur është nëpërmjet duke qenë se interneti është bërë po themi platforma kryesore e konsumimit të muzikës dhe konsumimit të çdo gjëje dhe artistat e rinj nuk po kalojnë më një filtr apo një rrugtim siç ka qenë më përpara organik, sepse më përpara fuqinë një artisti kryesisht ja jepte po themi zona vet, lagja vet, komuniteti vet dhe kështu zgjerohej derisa shkonte te veshët po themi e zbuluesve talenteve apo e shpive diskografike. Bëri një punë gati artizanale. Dhe kjo fuqia që ty të jep te komuniteti të jep edhe një farë përgjegjësie ndaj këtij komuniteti. Është vërtet. Dhe tani për shembull ti ke një artist i cili nga dhoma e tij mund të ketë një home studio ose edhe nga telefoni sot mund të përgatisësh një këngë që të jetë po themi 80-90% që e përafërt nga ana cilësore me një këngë e përpunuar në një studio diskografike shumë të mirë dhe ky personi mund ta nxjerrë këngën direkte nga shtëpia, mund të bëhet viral nga shtëpia dhe nuk ka fare këtë sensin e përgjegjësisë që të japin mbrapsht komunitetit apo se fuqizoj sepse praktikisht atë ka fuqizuar interneti i cili është pa zot. E vërtet. Dhe besoj po ndodh në të gjitha zhanret muzikore një gjë e tillë. Patjetër, dhe duke qenë sepse hip-hopi është siç thash që nuk ka shpikur asgjë, por ka rishpikur gjithçka, është duhet ta njohësh si kulturë që dish edhe ta përcjellësh dhe ta transmetosh dhe me brezat e rinj të artistave, edhe në Shqipëri që unë merrem shumë me artistat e rinj, një nga këshillat që jap shpesh është që studioni kulturën, domethënë studioni artistat, pra ti ke fan si Eminemit, shif intervistat e Eminemit, shif domethënë qasjen e tij se si i ka shkuar rrugtimi i karrierës, sepse është mendoj është këshill praktike sepse të kursen shumë kohë për shumë gjëra, pra aktualisht është 50 vjet kulturë. Janë gjithë ato artista që kanë dalë nga kjo kulturë, që kanë bërë impakt në tyre dhe duke studiuar ato i kursen dhe kohë vetes edhe domethënë dhe rrugtim. Pra për të arritur qëllimin tënd. Kështu që kjo mendoj që është pasi kulturë është e pranuar sot sepse është kultura dominante botërore si kulturë, por ka humbur ky thelbi pa lidhje me komunitetin një dhe po themi mos studimi i artistëve që kanë ardhur dhe berzave më përpara. Sot artistët më të mëdhenj që janë, po themi Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, janë fansa të kulturës, janë njohës shumë të mirë të kulturës dhe prandaj janë aty ku janë. Pra nuk ka asnjë artist të madh kulturës hip-hop që nuk e njeh rrënjët e kulturës dhe se si ka evoluar ajo. Mund të përmend një prej emrave që këto vitet e fundit është shumë i lakuar Nas për shembull, është
Një prej të rinjve të talentuar, duhet thënë. Nas është që nga vitet 90 dhe albumi Nas Illmatic është mbahet si albumi, domethënë si gjenezë e kulturës hip hop. Pra nëse do ishte një album që do e përshkruante kulturën hip hop, është Illmatic. Por Nas vitet e fundit është lakuar më shumë sepse duke qenë se ka qenë ky poeti që ka dashur gjithë bota që Amy Winehouse ka bërë dhe këngë për të, shumë njerëz nuk e dinë, po një nga këngët e Amy Winehouse është Me and Mr. Jones dhe që flet për një situatë hipotetike sikur kjo është në një koncert aty dhe këto pastaj të takuar bashkë, pra aq shumë e do Amy Winehouse Nas, por ai tashmë ka kaluar në pozicionin e një po themi e një moguli afroamerikan që ka hap dhe shtëpi diskografike dhe që influencon nëpërmjet investimeve, nëpërmjet mundësive për brezat e rinj. Okej, një prej elementeve të kulturës hip hop është dhe DJing, nëse mund ta them kështu. Po, patjetër. Çfarë i sjell kjo gjë këngëve, gjithë zhanrit në tërësi? Atëherë, hip hopi si kulturë ka këto katër nën kultura, pra që është rap, DJ, graffiti dhe breakdance. Dhe secila nga këto nën kultura sot ka marrë dimensionet e veta dhe është bërë një kulturë masive për vete. Pra, që du të them, DJ ka nisur si element nga hip hopi, po sot është diçka komplet më e madhe se sa ajo që ka nisur para zhanrit hip hopit. Pra është një zhanër që sot për shembull muzika elektronike është e bazuar komplet në DJ. Okej. Dhe thjesht pra Grandmaster Flash është një nga tre themeluesit e kulturës hip hop. Ai shpiku scratchin pa dashje, domethënë duke fërkuar vinilet, to pllakat gramofonike dhe pastaj duke ecur me këtë i dhan mundësi kompanitë që prodhonin pajisje muzikore, që ai t'i ideonte vet dhe derisa doli te pajisja e DJ-t. Ne mund të shohim për shembull grafitit sot, që grafiti sot është një kulturë tjetër, pra kulturë më vete, nuk ka asnjë qytet urban praktikisht që nuk ka grafiti pjesë saj. Kemi breakdancing, i cili në lojrat e kaluara olimpike ishte sport olimpik. Pra, domethënë, secila nga këto nën zhanra tashmë ka arritur në atë kulmin e vet global. Në Shqipëri më shuaj një kuriozitet, kush është më i evoluar, le të themi, nga këto nën zhanre? Rapi. Breakdance për shembull është si një luftë, si një betejë që bëhet mes grupeve. Atëherë, aktualisht jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, rapi është nga këto më dominantja, sepse mendoj këtë që është më e monetizueshme, sepse për shembull grafiti është kryesisht art anonim. Okay. Pra është vështirë të monetizosh dhe të kapitalizosh prej saj. Ndërkohë që edhe kërcimi, pra sado që kërcimi është patjetër gjithmonë pjesë e jetës tonë, por muzika e kënduari është më dominante se sa të kërcyerit. Dhe prandaj domethënë mendoj që me kalimin e kohës secila ka gjetur vendin e vet, sepse më përpara DJ ka qenë kryesorja në hip hop dhe raperi ka qenë ky personi i cili kur DJ bënte pak pushim, ky bënte disa manovra me fjalë, pra kështu ka qenë në fillim. Edhe me kalimin e kohës, besoj te teoria ekonomike që domethënë tregu e gjen veten, domethënë e përcakton vet kërkesën dhe ofertën, dhe me kalimin e kohës kjo gjë ndodhi, pra praktikisht secila zoni vendin e vet që u takon. Okej, shumë interesante e gjithë kjo. Megjithse rap ndonjëherë ngatrohet shumë, e nxjerrin si zhanër më vete, duke qenë se është një nën zhanri i hip hopit në tërësi. Domethënë se hip hopi është kulturë, pra domethënë hip hopi është rapi është zhanër muzikor në një mënyrë, sa hip hopi është kulturë. Dhe prandaj ne kjo ngatarohet edhe sepse shumë njerëz nuk e dinë që hip hopi ka këto katër nën kultura, nga që njohin vetëm rapin edhe prandaj domethënë kjo ngatarohet. A kemi rapper të mirë në Shqipëri në raport me Kosovën? Kemi, shive, secila nga shtetet tona të kombit shqiptar ka veçoritë e veta artistike. Mendoj që patjetër ne kemi artistë shumë të mirë, edhe Kosova ka artistë shumë të mirë. Ajo që mendoj unë që i ka mungu skenës këtu dhe që skena e Kosovës e ka, është që këtu nuk ka shumë unitet midis artistëve. Pra, domethënë ka një kohë kur është egoja dhe
kjo konkurrueshmëria midis tyre dhe ka një moment për unitet dhe për bashkëpunim. Dhe mendoj që artistët e Kosovës e kanë nditur me gjetë balancën midis tyre dy elementeve. Ndërsa këtu në Shqipëri fatkeqësisht nuk e kemi gjetur dot. Ende dhe prandaj mendoj që skena atje është më e shëndetshme, sepse ato artistat tash din kur të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të ndihmojnë njëri tjetrin dhe din, domethënë, kur është momenti, po themi, për të bërë konkurrencë. Dhe këtu kjo gjëja nuk ka ndodhur. Domethënë fatkeqësisht në anën tonë të kufirit, por artistë talentuar kemi pafund, mund të përmend patjetër Xhiap, mund të përmend Ges Rabo, mund të përmend Dozën, është shumë që tash s'po mbin mend aktualisht, domethënë se kjo turbullira kemi ecur domethënë shumë shpejt, por kemi shumë artistë të tjerë. Ne ju urojmë shumë suksese të gjithëve pa diskutim, për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe një herë datën 5 prill në sheshin Skënderbej, biletat mund të kontaktoni në faqen e Instagram shiphopfest.al dhe 1.000 lekë kushton bileta, kështu që nxitoni për të ndjekur të gjithë këta artistë që sapo përmendëm në këtë intervistë me organizatorin dhe promotorin number 1 të kulturës hip hop në Shqipëri, Gerard Vejzi. Shumë faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme dhe shpresojmë që të jemi në shumë vite të vazhdojmë ta bëjmë të bisedë. Ja urojmë me gjithë zemër, absolutisht. Faleminderit Gerard. Okej, ne do të shkëputemi për pak dhe do të rikthehemi sërish në studion e Weekend Lovers.